27 janari, dita e Holokaustit, një moment shumë i rëndësishëm i historisë. Është zgjedhur pikërisht kjo datë pasi në 27 janar të vitit 1945 u ndërhyr në kampin e Auschwitzit, një nga më famkeqet ku janë regjistruar rreth 1.1 milion njerëz. Popullsia hebrej ishte edhe ajo që vuajti më shumë gjatë luftës së dytë botërore, ndërkohë që shumë prej tyre gjetën strehim dhe mbrojtje në Vlorë dhe Shqipëri. Historiani Skënder Spahiu tregon se lidhja mes shqiptarëve dhe hebrejve daton shumë më shpejt, duke nisur nga vitet 1500, kur në Vlorë jetonin 60 oxhaqe, ndërsa numri i tyre u rit ndjeshëm gjatë luftës së dytë botërore, teksa jetuan në Vlorë dhe në Shqipëri deri në vitet 90. Shqipëria dhe shqiptarët kanë treguar besën e tyre, kanë treguar integritetin dhe qytetërimin evropian, duke strehuar, duke mbrojtur dhe duke mos deklaruar emrat e këtyre personave të cilët kanë ardhur në territorin shqiptare, kanë jetuar në Shqipëri deri në fund të viteve 90. Ardhja e hebrejve është një element i rëndësishëm në zhvillimet civile, në zhvillimet e kulturës së vendit tonë, të qytetit të Vlorës, dhe ata kanë bashkëtuar me shqiptarët, janë integruar në gjuhën shqipe, integruar në mënyrën e traditave tona të veshjes, të ushqimit e të tjera, dhe numri i tyre ka ardhur në rritje. Ata kanë qenë më shumë se sa kanë ardhur nga lufta e dytë botërore, mbasi u larguan në vitet 90. Kjo dëshmon që Shqipëria dhe shqiptarët, Vlora dhe vlonjatët i kanë mirëpritur, i kanë strehuar, i kanë ruajtur, nuk i kanë deklaruar këtë komunitet të vendosur në qytetin e Vlorës. Lidhja e shqiptarëve me hebrejt u tregua qartë gjatë luftës, kur shqiptarët ishin ndër popujt që i mbrojtën hebrejt. Kjo tregohet edhe në faktet që në kampet e përqendrimit pati dhe shqiptare madje nga Vlora, por jo hebrejt të cilët jetonin në Vlorë dhe Shqipëri. Ne kemi disa statistika që bëjnë fjalë që në vitet 1400-1500, ku numri familjeve të tyre deklarohet me oxhak, dhe kanë qenë rreth 65 oxhak të hebrejve që kanë jetuar në Vlorë mbas viteve 1500. Këto janë disa botime të nxjerra nga arkivat e Stambollit që e dëshmojnë komunitet që ka jetuar në Vlorë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, jo vetëm në Vlorë, por që kanë patur një lidhje integrale me popullsinë vendase. Gjatë luftës së dytë botërore, hebrejt janë strehuar në Shqipëri, kanë gjetur mbështetje nga qeveria shqiptare e kohës, janë mbështetur nga popullsia vendase, dhe ne kemi statistika ku janë arrestuar në 43, fund viteve 43-44, shqiptarë dhe shqiptare të internuar në kampet e përqendrimit, në Auschwitz, në Dachau, në Mauthausen e të tjera kampe përqendrimi, ku çuditërisht në to nuk bënte pjesë asnjë pjesëtar i këtyre familjeve të hebrejve. Së shumë vendet e Evropës dhe të botës i deklaruan me lista të gjithë komunitetin hebrej dhe u arrestuan dhe u çuan në kampet e përqendrimit nga gjermanët, dhe ku humbën jetën mbi 6 milion. Në Auschwitz mendohet të kenë humbur jetën mbi 1.1 milion njerëz, ku pjesa më të madhe e zinte komuniteti hebrej. Por kampet e përqendrimit nuk kanë qenë vetëm për komunitetin hebrej. Edhe shqiptarët e kanë mësuar të njëjtin fat, edhe vlonjatët, dhe tregtarët e Vlorës, artizanët, njerëzit që merreshin me veprimtari të ndryshme, blegtorale, punishte ose familje të mëdha të Vlorës janë internuar, ndërto kemi edhe 4 gra në kampet e përqendrimit të Mauthausen dhe të Auschwitz. Në kampet e përqendrimit humbën jetën rreth 7 milion njerëz, ndërsa Spahiu tregon edhe një fakt të rëndësishëm në lidhjen mes dy popujve që vijojnë ende sot. Neve kemi dëshmuar këtë lidhje dhe vazhdojmë ta dëshmojmë, sepse mjaft djemë dhe vajza vlonjate janë martuar me djemë dhe vajza të këtij komuniteti të hebrejve. Por kjo lidhje ka qenë një lidhje e hershme historike. Fatet ka bashkuar në rrugën e historisë, mënyra e jetesës, besa dhe qëndresa ndaj shfarosjes na kanë bashkuar në këtë udhëtim të gjatë të historisë së kohës. Por në kampet e përqendrimit nuk kishte vetëm komunitet të shqiptarëve apo hebrejt në shtete të tjera, por kishte edhe grupe të tjera etnike, siç ishin romat, njerëzit me probleme shëndetësore, apo të gjithë ata njerëz që kundërshtonin nga pamje politike mënyrën e drejtimit të Gjermanisë naziste apo të Italisë fashiste. Kampet e përqendrimit mbas ardhjes së ushtrisë së kuqe të ish-bashkimit sovjetik u çliruan, ata gjetën mjaft njerëz të gjumtuar, mjaft njerëz të rënuar nga mungesa e ushqimit, po dhe mjaft ambiente, dhoma gazi, krematoriume, të cilat ata shpëtuan një pjesë të atyre njerëzve që mundën dhe kishin mundur të jetonin. Po, ne vazhdimisht në muze kemi pritur dhe kemi përcjell përfaqësues të komunitetit të hebrejve që kanë jetuar në Shqipëri, siç është Ana Cohen, Rachel Solomoni, apo përfaqësues të tjerë të këtij komuniteti që kanë jetuar në Vlorë dhe në Shqipëri dhe vinë her pas here, vizitojnë Vlorën, vizitojnë Shqipërinë, vizitojnë muzeun etnografik, ku kemi edhe objekte të dhuruara nga ky komunitet para se ata të largoheshin nga Shqipëria në fund të viteve 90. Kjo është një dëshmi e gjallë e lidhjes së vazhdueshme të shqiptarëve edhe nëpërmjet shoqatave, edhe nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, sepse pjesa më e madhe e tyre janë shkolluar në universitetet shqiptare, e njohin shumë mirë gjuhën shqipe.
kemi disa botime të Ana Cohen, një përfaqësuese e këtij komuniteti që jeton në New York sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, botime për kohën që ajo ka jetuar në Vlorë dhe në Shqipëri, shkollimin që ka bërë ajo në fushën e mjekësisë në Universitetin Shqiptar dhe i ruan ato elemente të rëndësishme, ruan ato lidhjet shoqërore, miqësore edhe me familjet e Vlorës edhe me Shqipërinë. Faleminderit. 27 janari vijon të përkujtohet si dita e Holokaustit, në përkujtim të gjithë atyre që humbën jetën gjatë luftës së dytë botërore, në kampet e përqendrimit nazist.